يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، تجد فعلا ضريمة نعمة بر الله سبحانه وتعالى متى ورتيد فتمت فعلا ضريمة هذا تمبرتي إما فعلك الكوين. تجد الصلوات السلامة ورنجوش ببيغامبر طوال محمد عليه الصلاة والسلام، بتجد فعميل نتيم، تجد شوكة ديم، هذا تجد بسم تعالت مسلمة أن تصلت شكوين سباس روغة ستي تنظرشان بسم تعالت نسف الآسم فعند السيئة سيقوليس حتى أن إيدو تشوهم سأمت ورتيت سيقوليان نكا أصنية شمئمة تسأل المنتقرة الصوت. والكتاب سوئة بيغمبر عليه الصلاة والسلام كثان حديث نتيم ما أن أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده له قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رأنا كت حديث تي بيغمبر عليه الصلاة والسلام نابو كتاب سفارن سيكا سيوريا ثاي ثوت هاي personi I cili në sabah ngritet në shtëpinë e tij duke qenë I sigurt dhe duke pas shëndetin dhe duke pas furnizimin për anë ditë, thot me të vërtet këtij personi është sikurse t'ja ke dhënë botën edhe çka ka në të. Por arsye se ai personi I cili nuk e ka sigurinë, nëse ja jep krejt botën nuk I duhet. Dhe ai personi I cili nuk e ka krejt shëndetin, atëherë krejt botën ja jep nuk I duhet. Mirë po, çështja që duhet të fokusohemi në këtë hyrje është një aspekt I sigurisë për të cilin duhet të prekupohemi të gjithë. Dhe ajo është siguria e mendjes. Dhe ajo është siguria mendore, që besimtari të kujdeset për mendjen e tij, që ta sigurojë mendjen e tij, dhe ta mbrojë mendjen e tij. Për arsye se në aspektin sa herë që rrezikohet mendja, atëherë me të vërtetë do të rrezikohet feja, atëherë me të vërtetë do të rrezikohet jeta e njerit, atëherë me të vërtetë do të rrezikohet edhe pasuria e njerit. Nëse e shohim me fakte, ata persona të cilët e kanë rrezikuar mendjen e tyre, të cilët kanë shkuar rrugëve të këqija, ata persona të cilët kanë pasur ide të këqija, atëherë shohim se janë personat më të rrezikshëm të shoqërisë. E shohim se personi I cili nuk e ka mbrojtur mendjen e tij nga mendimet e rrezikshme, personi I cili nuk e ka mbrojtur mendjen e tij nga devijimet, atëherë shohim se rreziku është pikërisht nga ky person. A e shohim ai person I cili ka shkuar rrugëve të drogës, I cili ka shkuar rrugëve të alkoolit, I cili ka shkuar ideve të këqija të rrezikimit të jetës së njerëzve. A e shohim sot se rrezikimi kryesor është pikërisht për këtyre personave. Dhe arsyeja kryesore është se këta persona nuk ka qenë të mbrojtur në aspektin mendor. Dhe se në mendjen e tyre janë futur ide të këqija dhe mendime të këqija. Mirë po nëse shohim fen ton, atëherë do të vërejmë se I ka kushtuar rëndësi të posaçme se si besimtari duhet të mbrojë mendjen e tij. Se si besimtari duhet të sigurojë mendjen e tij nga çdo gjë që rrezikon atë. Për këtë arsye, Allahu subhanahu wa ta'ala ka përul ligjë të prera, lidhur me ato çështje të cilat I rrezikojnë mendjen e njerit.
Mirë po, ajo që duhet të fokusohemi është se cilat janë arsyet kryesore, të cilat me të vërtetë rrezikojnë mendjen e të rinjve veçanti. Çështja kryesore është kur ata largohen nga institucionet e besueshme. Nëse të rinjët nuk kanë besueshmëri në institucionet zyrtare fetare, nëse të rinjët nuk shkojnë me marrë fein prej personave të besueshëm, prej personave të cilët janë të kualifikuar, prej personave të cilët me të vërtet janë të aftë që t'i mësojnë të tjerët në fejnë e tyre, atëherë me të vërtet kime pas rrezikim të çështjet mendore. Edhe në këtë e shohim se të gjitha ata persone të cilët nuk e kanë mësuar fejnë prej personave të sigurt, prej institucioneve zyrtare, atëherë e shohim se me të vërtet ata persone janë ndikuar nga idetë ekstremiste. Me të vërtet, ata persona janë të radikalizuar, edhe shoqëria e ka rrezik permanent për tyre. Dhe aspekti tjetër, pse personat janë të rrezikuar në aspektin mendor, është çështja e internetit. Sepse ata lexojnë çështje të pakontrolluara, sepse ata marrin informata të pakontrolluara, sepse ata marrin informata të paverifikuara. Për këtë arsye duhet të kushtojmë rëndësi kujdesit të edukimit të fëmijëve tanë, se çfarë informata janë duke marrë ata në internet. Për këtë arsye, nëse ne jemi neglizhent, edhe nuk i kontrollojmë ata se çfarë mësojnë për internetit, atëherë nuk duhet mu çudit por fenomenet negative të cilat janë duke ndodhur në shoqërinë tonë. Atëherë nuk duhet mu çudit për rastet, nuk duhet mu çudit për vrasjet, nuk duhet mu çudit për plaçkitjet, edhe nuk duhet mu çudit për devijimet të ndryshme në shoqëri të cilat janë duke ndodhur. Sepse arsyeja kryesore është sepse këta persona nuk kanë qenë të sigurt në aspektin mendor. Nuk ka pas kush me kontrollu se çfarë po mësojnë, edhe si po mësojnë. Për këtë arsye përgjegjësia për të gjithë ne për Allahut është që fillimisht duhet të kujdesemi për veten tonë. Se çfarë po mësojnë, edhe çfarë mendime kemi, edhe çfarë idesh sillen në mendjet tona. E pastaj të kujdesemi për të gjithë fëmijët tanë. Të ndërmazën. Çështja tjetër që duhet të fokusohemi lidhur me këtë aspekt në këtë hutbë është pikërisht çështja e ekstremizmit. Sepse shumë çështje rrezikojnë këtë shoqëri tonën. Mirë po çështja e ekstremizmit, atyre personave të cilët, siç thash më herët, nuk e kanë mësuar fein prej personave të besueshëm. Nuk e kanë mësuar fein prej hoxhallarëve të besueshëm. Atëherë shohim se janë të ndërhuar nga ide ekstremiste. Dhe ka prej tyre për shkak të ekstremizmit të tyre nuk falen për xhamia, dhe nuk falen pas hoxhallarëve. Arsyeja është për shkak të ekstremizmit të tyre. Për shkak se të gjithë besimtarët e këtij vendi i konsiderojnë të devijuar. Të gjithë besimtarët e këtij vendi i konsiderojnë persona të cilat kanë dalë prej fesë. Dhe me të vërtetë kjo është një çorënditje. Dhe me të vërtetë kjo është një ekstremizëm që duhet të kujdesemi të gjithë edhe ta luftojmë në shoqërinë tonë. Dhe ajo që verifikon këtë janë informatat e fundit që shohim se organet e sigurisë e kanë arrestuar një person i cili madje ka pas mjekër, edhe i cili person në pamjen e jashtme është shfaqur si besimtar, edhe në pamjen e jashtme është shfaqur si praktikues i fesë. Mirë po, institucionet e sigurisë e kanë verifikuar se ai person ka qenë duke bashkëpunuar me Serbinë. Dhe këtu është çështja që duhet të fokusohemi më së tepërmi, edhe të shohim se kush është infiltruar brenda çështjeve fetare. Kush janë ata të cilët po mundohen me mësu fein besimtarëve. Pra, me një fjalë, duhet të largohemi nga personat e dyshimt. Duhet të largohemi nga personat të cilët nuk kanë kredibilitet. Duhet të largohemi nga personat të cilët nuk kanë besueshmëri. Duhet të largohemi nga ata personat të cilët nuk kanë aftësi e nuk janë të kualifikuar për të folur për çështjet e fesë. Se me të vërtetë çështja e fesë është prej çështjeve më delikate. Çështja prej çështjeve të fesë, domethënë, është prej çështjeve më të ndalikuara dhe më të rëndësishme.
Për këtë arsye ne e shohim se Islami i ka kushtuar si ruajtje së 5 çështjeve kryesore pa të cilat jeta e njerit nuk mundet me funksionu. Dhe çështja e parë që besimtari duhet me ruajt është feja e tij. Dhe çështja e dytë është duhet të kujdeset për jetën e tij. Dhe çështja e tretë është duhet të kujdeset për mendjen e tij. Dhe duhet të kujdeset për pasurinë e tij, edhe për familjen e tij. Pa këto 5 komponente nuk mundet me pasi jetë funksionale asnjëherë. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانهم وشكرها توفيقهم وامتنانهم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kur flasim për çështje të devijore, kur flasim për çështje të ekstremiste, me të vërtetë to janë çështje për të cilat pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka tërheqë vërejtjen çu shaharet. Sepse ka persona me ide ekstremiste, të cilët ishin shfaqur çysh në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Tash duhet të paramendojmë, ishte një person në kohën e pejgamberit i cili e kishte akazuar pejgamberin alayhi salatu wasalam për padrejtësi. Edhe i kishte thënë të dërguarit të Allahut me të vërtetë o Muhammed, ti nuk je duke bërë drejtësi. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam i drejtohet atij personi thotë mirë për ty. Nëse i dërguari i Allahut nuk bën drejtësi, atëherë kush është ai që mundet me bërë drejtësi? Pra këtu e shohim se të idetë ekstremiste me të vërtet ata kanë pas vërejtje edhe të pejgamberi alayhi salatu wasalam. E të mos flasim që ata sot kanë vërejtje të hoxhallarët, e të mos flasim që ata sot kanë vërejtje të institucionet fetare. Sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam ka paralajmëruar edhe ka treguar se persona të tillë me ide të tilla do të ekzistojnë. Mirë po besimtarët duhet të jenë të sigurt, edhe besimtarët duhet të largohen, edhe besimtarët duhet të luftojnë ide të këqija se me të vërtetë këta janë të cilët ja humbin rrugën kësaj në këtë botë njerit edhe në botën tjetër. Prandaj të ndëruar vëllezër, sa i përket edukimit të fëmijëve tanë, të kujdesemi që ata të jenë në xhamia, të kujdesemi që ata të jenë afër hoxhallarëve, sepse me të vërtetë vetëm në këtë mënyrë arrim të edukojmë ata në mënyrën më të shëndosh. Vetëm në këtë mënyrë ata mund të ruajmë nga çdo devijim, të cilët mund të godet në këtë ditë apo nesër apo në çdo çast. Edhe këtë po e shohim evident. Edhe institucionet tona ato të cilët paralajmërojnë. Me të vërtetë në shkollën fillore të haset edhe të ekzistojë përdorimi i drogave, me të vërtetë kjo është shqetësuese, edhe arsyeja kryesore pse këto çështje domethënë ekzistojnë, për shkak se këta fëmijë nuk janë të mbrojtur sa duhet në aspektin mendor. Nuk ka kusht që duhet i përcjell si duhet, edhe për këtë arsye edhe hasin këto çështje negative në mesin e tyre, duke qenë ata në moshë të re. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله واذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على أن يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.